Teksa Shqipëria synon të jetë sa më parë pjesë e Bashkimit Evropian, një nga sektorët që do të hasë ndryshime, do të jetë dhe tregu i punës. Në një intervistë për Skan Televizion, ekspertja e punësimit Gërdiana Hasalla u shpreh se ky treg ka nevojë për përditësime. Tashmë çdo gjë ka nevojë për përditësim, veçanërisht aftësitë tona digjitale për të marrë pjesë dhe për të qenë pjesë e tregut punës. Pra, duhet kemi kujdes që ka ndryshuar mënyra se si tregu i punës funksionon në Bashkimin Evropian dhe do ndryshojë edhe në Shqipëri. Nëse aspirojmë që në 5 apo 10 vite ne të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, në mos edhe më herët, do duhet kujdesemi që Bashkimi Evropian në vetvete po punon shumë ekonominë e gjelbër. Çka do të thotë kjo? Ekonomia e gjelbër në vetvete janë të gjitha punët që janë të lidhura me mbrojtjen e mjedisit, në një mënyrë ose në tjetër, po edhe në përdorimin e tij në mënyrë të ndërgjegjshme. Hasalla vijon të theksojë se fokusi i punësimit duhet të drejtohet drejt ekonomisë së gjelbër, si dhe formatit hibrid të punës. Pra, të gjithë inxhinierët e mjedisit, gjithçka që ka të lidhje me panelet diellore dhe çdo tjetër që ka lidhje me mbrojtjen e mjedisit janë profesione që do fillojnë të kërkohen gjithmonë më tepër. Dhe nëse ka diçka që po e bën shumë Bashkimi Evropian sot për sot, të gjitha vendet që janë pjesë e tij, është ajo që quhet puna në distancë. Puna në distancë ose puna me orar të reduktuar në ambientet e zyrës. Shumë shpesh kompanitë në Bashkimin Evropian po zgjedhin që punojësit e tyre të japin mundësinë që të punojnë 2 ditë në zyrë dhe 3 ditë punojnë në ambientet e shtëpisë ose në ambiente të tjera. Ndërkohë ka kompani të tjera të cilat zgjedhin edhe ditën e punës që është 4 ditë në javë, që është një arritje gjithashtu, është shumë shpejt ndoshta akoma për Shqipërinë, por është diçka që mund të shikohet në të ardhmen dhe në të harkun kohor prej 5 apo 10 vitesh, do jetë patjetër mundësia që edhe për kompanitë të Shqipërisë fillojnë të ofrojnë punë me orar të reduktuar në zyrë ose punë 4 ditë në javë. Sipas ekspertes Hasalla, formati hibrid i punës nuk është i largët edhe për Shqipërinë, pasi sipas saj, ky është edhe trendi që ne po shkojmë për sa i përket tregut të punës.